zotim tuajin, por sot edhe një editorial të ngarkuarës me punë të ambasadës së Shtetet Bashkuara të Amerikës, zonës Anu Pratipati, e cila bën thirrje drejt institucioneve të Kosovës, drejt qeverisë, që të bëhen pjesë e projektit të gazit amerikan në një editorial shumë dimensional, në një editorial që është si një thirrje direkte dhe si një kërkesë strategjike, por edhe rrafshe të sigurisë së Shtetit Bashkuara të Amerikës, marrë parasysh që vetëm Kosova aktualisht nuk është pjesë e këtij projekti. Ju, zoti Gjini, jo vetëm si lider politik, por edhe si një njeri i fushës që dikur e keni drejtuar ministrinë, edhe si një nevojë sigurisë strategjike në këto momente, si e pa thirrjen amerikane, marrë parasysh se ju gjatë gjithë këtyre viteve, përpos ju edhe zoti Haradinaj ka insistuar në çështjen e gazit amerikan. Në politik edhe në marrëdhënie ndërkombëtare është gjithmonë me një kosto më të lartë kur mesazhet duhet me i thonë shumë eksplicit. Unë besoj që Kosova ka qëndosht me i kuptu këto mesazhe më herët për shkak se kanë ardhur. Kanë ardhur edhe ato në mënyrë goxha frekuente, nuk kanë ardhur të rralla. Ne si Aleancë nuk i kemi mbet borxh publikut kosovar, as votuesit kosovar, me përsërit me dhjetra, në mos me qindra herë, rëndësinë strategjike, rëndësinë zhvillimore, edhe rëndësinë e pavarësimit të Kosovës me ngritjen e kapaciteteve energjetike. Nuk besoj që dikush e ka përmend më shpesh. Sot duhet në mënyrë eksplicite, me na thonë edhe një herë ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është çështje strategjike. Janë dy projekte të cilat në kohën e qeverisës Haradinaj, të dytës, janë nisë. Ka qenë projekti i termocentralit me thëngjell kontrol globali, që e ka anulu kjo qeveri, edhe kem pagu penalti edhe në arbitrazh, po kur gjë nuk është e penalti, çka është miliardat e shpenzume për energji, për import të energjisë, edhe miliardat tjera të shpenzume prej qytetarëve të Kosovës në tarifat shtrejta të energjisë, të cilat tolla kanë mujt me i shpenzu për diçka tjetër. Ne kemi lënë gati edhe projektin e LNG-s, gazit të lëngshëm natyror amerikan, prej Greqisë, përmes Maqedonisë deri në Kosovë. Ideja ka qenë që në Ferizaj me e pas një termocentral me gaz, edhe Kosova me e siguru energjin për vete. Si alternativ, jo si të veçantë. Ndoshta edhe me pas energji për eksport. Sikur të kishin ndodhur këto dy projekte, vetëm në vitin 2022 edhe 2023. Kosova në vend se me i shpenzu, kish fitu miliarda. Në kohën kur Kontur Global ka pas me na ashit neve 80 euro megavatin, në vend se me e ble 480 euro megavatin për çdo ditë, po besoj qysh nuk po mrin me kuptu qytetarët e Kosovës domin e jashtëzakonshëm që nuk ka bo. Tashti kemi ardhur në një periudhë në cilën unë po besoj, po bëj veç një gjep të vogël në bisedë këtu, unë po besoj që pas të dielës, po që kanë me u komentu rezultatet e zgjedhjeve, amo në studiot televizive duhet me pas njerëz që nisin edhe ju deshifrojnë qytetarëve çka nënkupton ky OPED. Veç një po ju them. Ndër të tjera nënkupton që kjo dritare për me e marrë furnizimin me gaz të lëngshëm natyror nuk ka me mbet hapun gjatë. E keni në tekst, lexojeni ju lutem, që nënkupton që nëse nuk ngutemi, kemi me mbet edhe pa atë gaz. Nëse kjo ka me qenë formula që ka me ndjek Kosova, atëherë ne kemi me përfundu, nuk e di për sa kohë, po për një të ardhme të paparashikueshme, nën kthetrat e padukshme të njerëzve që kanë me na rep. Mirë, po atje zoti Gjini një ndërhyrje. Një sekund, kanë me na rep për mes energjisë, që shënë të na rep tash. A dihet sa mund t'jetë kostoja e kësaj, sepse informacionet që unë i kam, është që
Kësaj nuk është thënë as po as jo për shkak të një kosto të madhe. Tani për kosto kur nuk është folur. A dihet sa mund të jetë, a është e përballueshme? Unë po besoj që kjo çka tha, veç çka tha ti tash kushtrim, është pjesë e lajmeve treme edhe propagandës. Cila? Komplet sjellja e gasit deri në Kosovë ka qenë e gatshme me u financu prej Amerikanëve deri në 80%, mos harroni, $200 milion kanë qenë të dedikume për gas sjellësin deri në Kosovë. Kemi pas edhe kredit but prej BE-s në të njëjtën kohë për të njëjtin projekt. Kosova ka pas me pagu krejt pak. Po mos harroni, çka ka bo kjo qeveri që ka qenë edhe atëherë në pushtet, ka thonë na nuk dojmë gas sjellës, po dojmë bateria, të cilat bateria edhe sot nuk i ka kërkun. Por për kosto nuk është folur asnjëherë, zoti Gjini, nuk është lajmi rrem. Nëse din ti sa është kostoja, mund të na thuash. E di çka po thuhet, unë ta tregova koston. 80% e kostos ka qenë mbulume me $200 milion pare fal, grant prej MCC-s. Pa pagu Kosova as një cent. Du me ju tregu diçka, cilën ju tregova në Suarek, jo veç juve, po unë përmes jush i flas qytetarit Kosovës. Në vitin 2006 edhe 2007, kur Kosova ka qenë tepër afër me finalizu projektin Kosova C,